Mirë, shikues të nderuar, jemi rikthyer edhe ditën e sotme në TikTok, do ndalemi tek disa zhvillime të rëndësishme. Do ta nisim fillimisht me Iranin, do të flasim për raportet dhe vendosjen në gatishmëri të 2000 raketave iraniane të projektuara për të mbytur mbrojtjen ajrore izraelite përmes numrave masiv, dhe pikërisht për këtë temë ditën e sotme kam të ftuar generalin Dede Prenga. Zoti Prenga, ju përshëndes. Përshëndet edhe ju, falenderoj për ftesën. Zoti Prenga, do doja ta nisja fillimisht me atë që unë sapo citova, pra për raportet të cilat flasin për vendosjen në gatishmëri të rreth 2000 raketave iraniane të projektuara këto për të mbytur mbrojtjen ajrore izraelite përmes numrave masiv. Dhe pyetja lind se si e shihni tashmë, a është vërtet kjo një strategji reale ushtarake apo ndoshta është më shumë si një mjet presioni, do ta quaja, psikologjik ndaj Izraelit dhe perëndimit nga ana tjetër? Unë mendoj se situata dhe zhvillimet prej 15 ditësh, për arsye të protestave të brendshme në Iran, kanë bërë që regjimi i Ayatollahëve atje, me gjithë forcën e pushtetit dhe aspektin represiv si brenda vendit, ashtu edhe për vendet e tjera që janë armike në një farë mënyrë të Iranit, kanë sjellë në gatishmëri të plotë gjithë kapacitetin dhe arsenalin e armatimeve që ka Iran. Kjo ka ardhur si shkak së pari i fjalimeve dhe qëndrimeve vendimeve të Donald Trumpit si presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili ka paralajmëruar Iranin nëse përgjak protest, atëherë mund të rishikohet qëndrimi për të ndërmarrë veprime ushtarake. Detyrimisht, kjo ndodhi pas vizitës Netanyahut, kryeministrit të Izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, marrë në konsiderat këtu edhe lobin izraelit që vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe të dy palët janë vënë tashmë në gatishmëri të plotë me gjithë arsenalin e tyre që kanë për sa i përket trupave aktive dhe arsenalit të armatimeve që disponojnë si Izraeli ashtu edhe Irani. Por unë personalisht mendoj dhe nuk shoh në një luftë drejt për drejt, pasi ne pam dhe bota mbar pa luftën 12 ditore mes Izraelit dhe Iranit, dhe u pa se kush ishte ndikimi dhe superioriteti i njërës palë ndaj tjetrës apo i të dyjave me ndikim të drejt për drejt, me dëme kolosale në njerëz, po mbi të gjitha në një dëm të jashtëzakonshëm për sa i përket aspektit ekonomiko-financiar, që kjo faturë akoma nuk ka dalë për të publikuar dhe sa kosto ka për të dyja vendet respektive. Gjithsesi, unë do thoja që lindja e mesme ka qenë është do të mbetet një pikë e nxehtë e globit në përgjithësi dhe në veçanti mes Iranit dhe Izraelit. E qartë, ndërkaq Zoti Prenga, nga ana tjetër, strategjia e ngopjes synon të kalojë këtu kupolën e hekur duke detyruar edhe mbrojtjen, nga ana tjetër të dështojnë ndoshta për shkak të volumit. Sa e cënueshme është realisht mbrojtja e Izraelit përballë një sulmi kaq masiv, por sigurisht dhe të sinkronizuar? Sulmi 12 ditor, siç më larte me parë theksova, ka treguar që megjithëse është mbrojtja kundërajrore rrjeta e hekurt e famshme e Izraelit, ose Iron Dome, si thuhet, kam bindjen që ata e kanë projektuar dhe është më e mira në botë, por nuk të siguron dot në raport me volumin e raketave që mund të hidhen në njësinë e kohës. Detyrimisht që në momentin që është projektuar dhe është vënë në zbatim me gjithë avantazhet e mëdha që ka, ajo 10% të sasisë së raketave që hidhen nga kundërshtari, në këtë rast Irani, nuk mund ta përballojë, por janë më së mjaftueshme për të sjellë dëme kolosale në Izrael. Gjë të cilën, pavarësisht se ata kanë vënë në gatishmëri gjithë arsenalet e tyre, kam një bindje që as nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as nga Izraeli dhe as nga Irani nuk do të ketë provokime dhe veprime ushtarake të ndërmarra ndaj Iranit. Dhe natyrisht po që se do të vazhdojë kjo situatë, e nëse në njëra nga ato, në veçanti Izraeli e ndërmerr, jam i bindur që edhe Irani do tentojë dhe do të ketë një përgjigje relativisht që do të jetë me gjithë arsenalin e tyre, që do të jetë jo i lehtë për të përballuar nga ana e Izraelit. Kështu që si rezultat, pavarësisht zhvillimeve të brendshme në Iran, kam bindjen që do të ketë forma dhe metoda të tjera të bërit të luftës, siç është ajo kibernetike së pari dhe ajo pjesë të tjera që do t'i shfrytëzojnë, por nuk do të ketë përplasje të drejt për drejt me
cilat do qofshin komponentët ajror, detar apo toksor aq më tepër. Kështu që kam bindjen që gjithçka që lidhet me ndryshimin e sistemit edhe të regjimit në Iran do të varet vetëm e vetëm nga protestat e brendshme dhe nga zhvillimet e brendshme dhe nga mbështetja ndërkombëtare dhe si mund të themi e frontit të rezistencës që tashmë vepron jashtë vendit iranian për të ndikuar drejt për së drejti për të mund shembur këtë regjim që nga 79-a që ka ardhur në pushtet dhe tashmë nuk është protesta e parë, por kjo në serinë e zhvillimit të protestave që nga 2011, 12, 15, 17, 19, 21 dhe tashmë e 2025 se ka filluar në fundin e dhjetorit, mos gabojmë të vitit kaluar, mendoj se kjo është një nga protestat më të mëdha, ku sipas si mund të themi informacioneve të brendshme dhe të koordinuara dhe të jashtme që nuk janë 100% të sigurta për arsye të mungesës së funksionimit të rrjeteve sociale dhe të internetit, pasi shteti atje edhe regjimi kujdeset në mënyrë të veçantë për të mos patur me botën e jashtme komunikime për të ndikuar drejt për së drejti si tek trupat që ka në gatishmëri, pra forcën armatosur të shtetit islamik i Iranit, ashtu që përbëhet nga 3 struktura, ashtu edhe për ecurin e protestave që është përhapur po thurse gati në të gjithë Iranin në mësë 195 qytete. Mirë, zoti Prenga, nga ana tjetër Irani, ashtu si e dim tashmë, zotëron uranium të pasuruar në nivele të 60%, ndërkaq shumë pranë pragut ushtarak. Dhe pyetja lind se a mund të themi tashmë se Irani është një shtet bërthamor de facto, edhe pa testuar armë bërthamore? Unë mendoj që ai ka përmbushur, si më thon, pjesa e pasurimit të uraniumit mbi 60% që e ka realizuar. Nuk është më për nevoja ekonomike siç ai ka deklaruar, për nevoja ekonomike të shtetit iranian, por ai në çdo kohë, në çdo moment mundet të ketë mbi sasinë e kapaciteteve që ka deklaruar. Parashikohet të bëjë 19 deri në 40 koka bërthamore me mbushjet që ka, pra me uraniumin e pasuruar që ka. Gjithsesi ne e dim që në bombardimet që Amerikani vitin e kaluar realizoi në të gjithë vendndodhjet e pasurimit të uraniumit, nuk ka arritur të siguroj Izraelin në një farë mënyrë që Amerika i ka thënë që tashmë ne e kemi nxjerrë jashtë funksionit, por jam i bindur siç edhe vet ata faktin e din më së miri që nuk ka arritur të shkatroj përfundimisht kapacitetet për të prodhuar dhe për të mundësuar krijimin e një koke bërthamore apo shumë koka bërthamore për t'i patur në përdorim. Gjithsesi, tani për tani, zyrtarisht nuk është e deklaruar, as Irani nuk është i njohur si shtet i 10 se nga 9 që janë që posedojnë mbushjet bërthamore, do thosha që nuk e kanë krijuar dhe ata duke marrë në konsiderat të plot sistemin e ajetullave, sistemin islamik, ata e quajnë, si mund themi, haram në aspektin fetar të mbajtjes dhe të përdorimit të mbushjes bërthamore. Gjithsesi, ata do të punojnë dhe një nga përpjekjet e mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, personalisht të presidentit të saj Donald Trump, është që të mund me deleguarin e posaçëm Witkoff, që ka edhe vazhdon të jetë në kontakte të drejt për drejta dhe të pashkëputura për asnjë moment me ministrin e jashtëm të Shtetit Islamik në Iran, për të mundësuar bisedime dhe për të afruar atë marrëveshje që vete kanë shkatruar e prishur për ta ulur edhe një herë në tavolinë, për të nënshkruar një marrëveshje për të patur inspektorët e Kombeve të Bashkuara në Iran për të parë në vazhdimsi dhe ndjekur në procedurë që çfarë do bëhet me uraniumin e pasuruar në Iran. E qartë, zoti Prenga, nga ana tjetër, rezervat bërthamore iraniane ndodhen në lokacione të fshehta dhe të fortifikuara nën toksore. A ka vërtet Izraeli kapacitetin për t'i neutralizuar këto objekte pa shkaktuar ndoshta edhe luftën rajonale? Asnjë nga vendet nuk ka kapacitetin për të bërë të mundur shkatrimin përfundimtar, pasi vetë Irani në vazhdimsi dhe vit pas viti e ka patur të qartë se do të vijë momenti që këto rezerva apo këto kapacitet do të mund të goditen ose nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo nga armiku i tyre tradicional dhe i përhershëm Izraeli. Izraeli nuk ka kapacitetet dhe kjo që ja dha arsyeja që këto vendndodhje
të pasurimit të uraniumit u goditen vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E vetmi vend në botë që ka kapacitete nevojshme si për sasinë dhe kapacitetin e bombave që do të hidhen, ashtu dhe për mjetet e transportit që janë avionët B-2. Nuk ka asnjë vend tjetër mundësinë dhe kapacitetin për të realizuar gjë të tillë. Gjithsesi, në vendosjen e tyre absolutisht edhe bombë që u hodhen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një aksion perfekt të mirë organizuar, nuk kanë realizuar shkatrimi përfundimtar të tyre. Zoti Brenga, mendoni se tashmë diplomacia duket disi e paralizuar edhe nga ana tjetër kemi retorikën ushtarake e cila rritet nga të dyja palët dhe a jemi në kohën ose në fazën ku diplomacia thjesht po blen kohë për një përballje ndoshta të pashmangshme? Unë besoj plotësisht që diplomacia në çdo moment mund dhe duhet të gjejë rrugë të duhura për të ulur palët në bisedime dhe për të posaçuar, si mund të themi, lindjen e mesme, por në veçanti palët atje që t'ja dërë përfshirë, në veçanti Izrael, Iran, por kjo valë asnjëherë nuk mund të garantoj se sa mund të shkojë, sa mund të zgjasë dhe kush mund të përfshihet, duhet të shkojë drejt një zgjidhje të pranueshme dhe më paqësore, pa shku tek ajo finalja përdorimi i forcës ushtarake. Gjithsesi, forca ushtarake është aty, duhet të përgatitet, duhet të jetë mirë organizuar, duhet të jetë nga dishmëri, por të mos përdor dhe ajo të jetë fjala e fundit. Unë mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i mshojnë fort, edhe vetë Irani tashmë e ka parë të domosdoshme uljen në bisedime dhe gjetjen e rrugëve diplomatike për të trajtuar dhe gjetur rrugën e zgjidhjeve të nevojshme që janë më të paqta se sa ajo e fundit që është lufta që gjithmonë ka shkatrime në të gjitha aspektet dhe pasojat do të jenë katastrofale për palët. Zoti Brenga, ne dim se një raketë vetëm bërthamore do ndryshonte rrënjësisht dhe ekuilibrat global të sigurisë. A ekziston ende ndonjë vije kushte që ndoshta i ndalon palët të kalojnë pragun bërthamor? Unë mendoj se ekziston kjo vijë që nuk duhet kaluar. Unë duke marrë një shembull ndoshta jo shumë të përshtatshëm, mendoj që kur njeriu rrezikohet për t'ju marrë jeta, ai do përdor çdo lloj forme, mënyre, metode për të shpëtuar. Dhe jo më kot thonë që i mbyturi të merr me vete. Dhe në këtë rast, nëse do të arrijë të rrezikohet çdo shtet që e ka mbushjen bërthamore për të zhdukur, atëherë detyrimisht që nuk do të hezitojë për ta vendosur gishtin në butonin e kuq që do të bëj, si mund të themi, në mënyrë dominoje të përdorin të gjitha ata që e kanë. Unë e shoh mbajtjen dhe patjen e posedimin e mbushjeve bërthamore më shumë si një element sigurie për çdo shtet, që të tjerët mos ta kërcënojnë dhe mos ta sulmojnë, sesa një element për ta përdorur. Nuk besoj që bota e ka harruar pasojat katastrofale të luftës dytë botërore, të dy bombave minimale për sa i përket kapaciteteve të hedhën në dy qytete të Japonisë, Hiroshima dhe Nagasaki. Pra, do të themi që edhe pas 80 e sa vjetës vazhdojnë pasojat e tmerrshme të infektimit radioaktiv të vendit nga një nga elementet që ka përgjithsisht mbushjet bërthamore dhe nuk besoj se do të arrijë deri aty sa të kalohet kjo vije kuqe për të përdorur nga kushdo. Element sigurie, shtesë që kundërshtari, cili do qoftë, të mendohet mirë, sepse kur të vi në fund aty kur shteti dhe arsenali i tij të përfundojnë dhe kapacitetet të mos e përballojnë sulmin e kundërshtarit, atëherë mund të vinë dhe kjo si fjala e fundit për të përdorur. Kështu që nëse përdoret, asnjëri nuk mund ta garantojë cilat do të jenë pasojat dhe çfarë do të bëjnë kundërshtarët. Kështu që unë e quaj si element më shumë garancie dhe sigurie që çdo vend ata që e kanë, dhe të tjerë që po përpiqen dhe kam bindje që shumë shpejt edhe vendet të tjera duke në kundërshtim me konventat që janë nënshkruar për mos përhapjen e dëmtimit pas përhapjen e këtyre lloj armëve, jam i bindur që do ta shkelin dhe do ta prodhojnë tashmë kur rreziku i sigurisë dhe mbrojtjes së strukturave e organizmave ndërkombëtare, por mbi gjitha të vendeve të marra veçmas, do të përpiqen që të arrisin koeficientin e sigurisë së tyre dhe një nga të cilat është patja dhe posedimi i kokave me mbushje bërthamore. Zoti Brenga, nga ana tjetër, SBA dhe fuqitë perëndimore ndodhen ndoshta me zoturimet për të mbrojtur Izraelin, por edhe frikës nga ndonjë përshkallëzim global. A e shihni sot Washingtonin më shumë si faktor frenues apo ndoshta edhe nxitës të konfliktit?
Unë do doja ta vlerësoja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar si çdo vend tjetër për mbajtjen e rreziqeve sa më larg vendit të tyre. Natyrisht, ata mendojnë, dhe si çdo vend tjetër mendon dhe për aspektin ekonomik, se nëse flasim për Iranin, ajo çfarë i ka ngritur njerëzit në protesta të njëpasnjëshme është ajo që prek qytetarin në nerv. Pra, është aspekti ekonomik, rënja ekonomike në mënyrë drastike. Atëherë detyrimisht që finala do të jetë që njerëzit të ngrihen, të protestojnë, të kërkojnë aspektin dhe jetësor të tyre dhe përmirësimin e këtij aspekti. Në këto kushte edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të interesuara për të krijuar atë vijën e sigurisë për vendin e tyre, por njëkohësisht edhe për të arritur rezultate për sa i përket përfitimeve ekonomike. Nuk bëhet fjalë për një udhëheqës, as për një qeveri, por bëhet fjalë për ndikimin drejt për së drejti në rritjen apo rënien ekonomike të një vendi, që pas saj vijnë pasojat pozitive ose negative. Jam i bindur që rajoni, pas prerjes së krahëve të Iranit, që kanë qenë organizata terroriste, si ajo Houthi, Hezbollahut dhe Hamasi, që tashmë me mbështetjen e Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe me veprimin konkret të Izraelit, po të thush se kanë pushuar së ekzisturi. Ai ka qenë një investim kolosal i Iranit dhe ka qenë krahu apo dora e shtrirë e Iranit për të vepruar në lindjen e mesme. Këto tashmë kanë pushuar gati, po themi, së ekzistuari dhe gati janë drejt shkërmoqjes së tyre të plot, dhe kjo është një paralajmërim i Iranit dhe prerja e një force të fuqishme për të ndikuar, pasi ka qenë investimi drejt për drejt i ngritjes dhe i mbështetjes nga Irani, shteti islamik iranian, dhe tashmë ata janë të interesuar dhe kërkojnë her pas here të ulen në bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E unë nuk besoj që do të ketë një veprim, si mu themi, të gjerë të sulmeve dhe të ndikimeve në aspektin ushtarak të mirëfillt. E qartë. Zotë Prenga, pyetja